Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju del gjumi në mes të natës dhe nuk lëvizni dot, përgjigja do ju befasoj. Zgjohet shpesh pa pritur dhe je plotësisht i ndërgjegjshëm dhe i zgjuar, por nuk lëviz dot. Atëherë sapo ke përjetuar të ashtë të quajturën paralizë e gjumit. Ky problem është shumë i njohur, por pak i studiuar nga ekspertët. Megjithatë, prej shekuj, njerëzit, duke kërkuar shpjegim, kanë fajsuar për këtë problem praninë e demonëve apo alienëve. Çfarë është paraliza e gjumit? Paraliza e gjumit ka të bëjë me një bllokim fizik, ndërkohë që njeriu është plotësisht i ndërgjegjshëm. Ajo ndodh kur njeriu endet mes fazës së gjumit dhe zgjimit. Gjatë këtij tranzicioni, njeriu nuk mundet që të lëvizë dhe nuk flet dot për disa sekonda deri në disa minuta. Sipas ekspertëve, disa njerëz thonë që gjatë kësaj faze ata ndjejnë sikur po mbyten. Paraliza e gjumit shoqërohet me çrregullime të tjera të gjumit ose siç njihet ndryshe, narkolepsia. Paraliza e gjumit ndodh në dy raste: kur njeriu është gati të flejë ose kur është gati në të zgjuar. Ndërkohë, sipas ekspertëve, në rastin e parë njeriu e ndjen nevojën e thellë për të fjetur gjumë, por e ka të vështirë që të flejë. Paraliza në këtë rast pengon njeriu të lëvizë ose të flasë. Ka raste kur njeriu zgjohet pak përpara mbarimit të fazës së REM të gjumit, ose siç njihet ndryshe, faza e gjumit të thellë. Kur njeriu është në këtë fazë, trupi është në gjendje të palëvizshme dhe për më tepër, ndaj zgjimi i papritur mund të ngjajë me paralizën. Njerëzit më të prekur nga paraliza e gjumit. Ky problem zakonisht shfaqet në adoleshencë. Megjithatë, ka raste kur burra dhe gra të moshave të ndryshme e përjetojnë paralizën e gjumit një apo disa herë gjatë jetës. Faktorët të cilët të nxisin paralizën e gjumit janë mungesa e gjumit, ndryshimet në rutinën e gjumit, çrregullimet të shëndetit mendor dhe e fjetura në pozicionin shtrirë në kurrizë. Ngërçet e këmbës, përdorimi i medikamenteve të caktuara, si edhe ekziston një sër fenomenesh të cilat mund të shkaktojnë këtë paralizë të gjumit. Ju ndodh të zgjoheni në mes të natës, përpiqeni të lëvizni, por trupi nuk po përgjigjet. Mendoni në fakt se kjo është një ëndër, por jeni padyshim i vetëdijshëm. Përpiquni të thërrisni ndihmë, por nuk mund të nxirrni asnjë tingull, kështu që ju shtriheni atje në shtratin tuaj si një i huaj në trupin tuaj. Nëse keni përjetuar një situatë të tillë, duhet ta dini se ka qenë një paralizë gjumi. Paraliza e gjumit është një gjendje në të cilën personi është i vetëdijshëm, por nuk është në gjendje të lëvizë ose të flasë. Zakonisht ndodh gjatë një prej dy tranzicioneve, kur jeni duke fjetur ose kur po zgjoheni. Një person përjeton ndjesinë e paralizës dhe një gjendje të rëndë, sikur dikush ose diçka shumë e rëndë është ulur mbi ta. Zakonisht shoqërohet me halucinacione, gjë që e bën situatën akoma edhe më të tmerrshme. Pavarësisht se sa shumë përpiqeni, në qoftë se ju përjetoni paralizë të gjumit, nuk mund të bëni asgjë për të zgjuar trupin tuaj. Disa njerëz janë në gjendje të lëvizin gishtat ose këmbët duke bërë që të zgjohen përfundimisht. Njerëzit shpesh e përshkruajnë si një përvojë jashtë trupit. Paraliza e gjumit mund të zgjasë nga disa sekonda deri në disa minuta. Ndërsa janë të paralizuar, njerëzit priren të shohin figura në hije dhe të dëgjojnë zhurma dritëruese. Ndonjëherë përputhet me ndjenjen e tërheqjes nga shtrati, fluturimin ose dridhje të cilat kalojnë nëpër trup. Dëshpërimi gjithashtu hyn në lojë dhe ne fillojmë të humbasim kontrollin dhe panikun. Nuk është çudi që ne mund të vuajmë nga ndonjë shtesë ankthi kur ata nuk janë në gjendje të bërtasin ose të lëvizin. Ndërkohë, njerëzit duken se kanë vërejtur paralizë të gjumit që nga kohrat antike. Ka shumë histori dhe legjenda nga e gjithë bota që përshkruajnë diçka shumë të ngjashme me këtë gjendje.
Njerëzit kryesisht e shohin si një lloj possedimi apo dhe një rrëmbim të huaj. Një shembull i rëndësishëm në lidhje me paralizën e gjumit është edhe piktura e rilindjes nga artisti zvicerian Henry. Në të, një demon tregohet i ulur në gjoksin e një gruaje të prekur nga paraliza e gjumit, duke simbolizuar presionin e fortë. Kur flem, trupi hyn dhe del nga gjumi faza REM, faza e gjumit me lëvizje të shpejtë të syve. Truri ynë e dërgon një komandë të muskujve tonë që të relaksohen. Kjo është një gjendje e nevojshme për të kufizuar lëvizjet tona fizike, kështu që ne nuk do të veprojmë në ëndrat tona. Po në fakt, paraliza e gjumit ndodh kur trupi ynë ka një problem për ta bërë atë tranzicion. Ne jemi zgjuar, por muskujt tanë nuk arrijnë të dalin nga atonia. Çfarë shkakton paralizën e gjumit? Paraliza e gjumit është një dukuri e natyrshme në tërësinë e saj. Mund t'i ndodhë çdo kujt pavarësisht nga mosha, gjinia apo gjendja shëndetësore. Por shkencëtarët identifikuan disa rrethana që shoqërohen me një rrezik në rritje të paralizës së gjumit. Midis tyre janë gjumi i dobët. Kjo përfshin çrregullime të gjumit si pagjumësia, narkolepsia dhe privimi i gjumit. Gjumi në një tranzicion të shtrirë. Çuditërisht, gjumi në shpinë është gjetur të jetë një faktor i shquar në paralizën e gjumit. Dhe ndërkohë, kjo e bën gjumin tuaj më të prekshëm për shkak të presionit të shtuar në muskëri dhe në rrugët e frymëmarrjes. Gjenetika. Paraliza e gjumit mund të jetë edhe e trashëgueshme. Ndërkohë, çfarë mund të bëjmë ne? Nuk mund të mohohet që paralizimi i gjumit është një përvojë e pakëndshme dhe shqetësuese, por nuk mbar ndonjë rrezik real, pasi nuk i shkakton asnjë dëm fizik trupit, dhe sado e pakëndshme të duket, nuk ka trajtim për momentin. Në përgjithësi, mjekët rekomandojnë adoptimin e zakoneve më të shëndetshme të gjumit, si për shembull, shkoni për të fjetur dhe për të zgjuar në të njëjtën kohë çdo ditë, asnjë kafeinë dhe substanca para gjumit. Shmangni gjumin në shpinë ose në bark, mbani pajisjet elektronike jashtë dhomës së gjumit, por gjëja më e rëndësishme është të qëndroni të qetë. Ndërkohë, një gjum i përsosur do të thotë që ju e vendosni kokën në jastëk dhe flini 8 orë për të zgjuar të nesërmen në mëngjes, por ka shumë njerëz të cilët nuk kanë një cilësi të mirë të gjumit, sepse zgjohen shpesh gjatë natës dhe kjo është normale. Por ja disa nga arsyet më kryesore të kësaj gjendje. Ambienti i gjumit nuk është i duhuri. Arsyeja më e zakonshme që mund të zgjoheni është pikërisht ambienti. Dhoma është shumë e ngrohtë, shumë e ftohtë, zhurma, drita, të gjitha këto faktorë ndikojnë në ndërprerjen e gjumit. Mund të keni sindromën e këmbëve të shqetësuara. Sindroma e këmbëve të shqetësuara është një çrregullim neurologjik që shkakton ndjesi të pakëndshme në këmbët tuaja, duke ju dhënë idenë e lëvizjes gjatë gjithë kohës. Shpesh njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për këtë shqetësim, lëvizin këmbët natën dhe kjo bën që të zgjohen çdo 2 orë. Keni refluks acidi. Të kesh këtë gjendje do të thotë që çfarë ka stomaku juaj kthehet në ezofag. Simptomat janë urthi, dhimbjet e gjoksit dhe të përzira që ndodhin gjatë natës dhe prishin cilësinë e gjumit tuaj. Keni dhimbje. Edhe kur jeni në gjumë, truri mund të dallojë një problem të caktuar. Nëse keni dhimbje që shkakton në zgjimi nga gjumi, mund të zgjoheni dhe më shpesh. Konsumoni kafeinë. Kafeina përpara gjumit është një nga stimuluesit më të këqij për një gjumë të keqe dhe me ndërprerje. Vuani nga pagjumësia. Ne shpesh e lidhim pagjumësinë me problemet e të fjeturit, por ky çrregullim mund të shkaktojë gjithashtu probleme për të qenë në gjumë të plotë gjatë gjithë natës. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni
video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.